Mirëmëngjesi të dashur peshorë. Do bëjmë një mesazh për ju nga letrat hebreje që pak dallojnë nga ato, në fakt dallojnë kogja nga tarot, por që duhet ju sjell risi apo të bëjmë ndryshime. Letra që ka dalë është hokmah, quhet ndryshe dhe është qetësia vet. Mund të jetë një nevojë për qetësi të madhe apo një mungesë në qetësi, dhe kjo nuk do të thotë, në fakt qetësia nuk është mungesë e lëvizjes, është rënje që të lidh me të vërtetën dhe me veten të dashur. Kjo figurë përfaqëson një njeri të ulur në rënje të një pemë i përqendruar, i mbështetur në natyrë dhe burimin e brendshëm. Është një ftesë të dashur peshor për të pushuar nga përpjekja e tepërt mendore apo nga ndonjë stres i madh që jeni duke përjetuar tani, për t'ju dorëzuar urtësisë, vetes, paqes, natyrës, heshtjes, përmes absolutisht pranisë së juaj. Pra, qetësia nuk është boshllëk, është rënje dhe aty brenda teje është gjithçka që kërkon. Ju duhet një pushim, mund të jetë fizik, mental apo emocional të dashur peshor.